Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse vuani nga fryrja e trupit dhe e këmbëve, ja si ta lehtësoni këtë problem në kohë rekord. Ditët kur zgjoheni të rënduar dhe me sy të fryrë, me siguri që u ka ndodhur të paktën një herë në jetën tuaj. Nëse përjetoni shpesh sy të fryrë, duar ose këmbë të rënda, kjo mund të ketë disa arsye, duke filluar që nga mbi pesha dhe alergjit, ose konsumi i tepërt i kripës. Në rastet kur nuk vuani nga ndonjë alergji, me siguri shkaku kryesor është sasia e madhe e kripës që ngec në trupin tuaj, kryesisht nga ushqimet. Kur konsumoni ushqime shumë të kripura, nuk mjafton vetëm uji, qelizat tuaja do të kenë tendencën të humbasin balancën e tyre. Konsumi i sasive të mëdha të kripës mund ta detyrojë trupin të akumulojë edhe sasi të mëdha të ujit brenda në organizëm. Kjo është arsyeja kryesore për jetimin të ndjesisë së fryrjes dhe rëndesës. Prandaj në këto raste duhet të tregojeni të kujdesshëm me atë që shtoni në dietën tuaj të përgjithshme, pasi mund të ndikojë gjithashtu në rritjen e komplikacioneve të trupit. Uji që trupi mbledh është në fakt një burim për të parandaluar dehidratimin kundrejt kripës së tepërt që konsumoni. Për këtë arsye mund të ndjeheni më të fryrë, më të mbushur gjatë gjithë kohës dhe do të rriten problemet e ngjashme. Ju do të përjetoni fryrje të syve. Prandaj konsumi i ujit duhet të jetë brenda normës së lejuar për të evituar çdo problematik të mundshëm që lidhet me fryrjen, e cila mund të ndikojë gjithashtu edhe në shëndetin e nyjeve. Fryrja e këmbëve shkaktohet për dy arsye kryesore. E para ka të bëjë me edemën që është akumulimi i lëngjeve në inde dhe në enët e gjakut. Lëngjet akumulohen pasi kanë kaluar një ditë të gjatë në këmbë. Sipas informacioneve kjo ndodh edhe nëse jeni mbi peshë, edhe nuk kryeni aktivitete fizike, ose zemra është në vështirësi të tepërt dhe është e dobët për të pompuar gjakun. Arsyeja e dytë është inflamacioni, që irriton dhe fryn indet e këmbëve. Inflamacioni shfaqet nëse keni pasur një frakturë ose edhe lëndim të tendinave. Fryrja e këmbëve mund të ndodhë edhe si pasojë e problemit me venat, trombozën, varicet, problemet kronike me veshkat dhe shtatzanin. Masa që duhet të ndërmerrni kundër fryrjes së këmbëve janë: për të parandaluar fryrjen e këmbëve sipas të dhënave të health.com sugjerohen këto hapa: konsumi kryesor i ushqimeve të kripura, veshja e çorapeve të veçanta shtrënguese, aktivitet fizik i përditshëm. Gjithashtu, lëvizje të shpeshta të këmbëve gjatë udhëtimeve të gjata, mbajtja e këmbëve ngritur mbi nivelin e zemrës për gjysmore disa herë në ditë. Por nëse vëreni që fryrja e këmbëve mund të jetë si pasojë e një sëmundje kronike, nuk duhet që ta injoroni atë. Prandaj, sugjerohet që të merrni në konsiderat edhe trajtimet mjekësore, por në hapat e parë është më mirë që ta zgjidhni në kushtet e shtëpisë për të parandaluar çdo komplikacion të mundshëm dhe për të ndihmuar kështu në mbajtjen larg të fryrjeve. Ushqimet që duhet të shmangni në këto raste janë: alkooli, proteinat shtazore, mishin e viçit, kafeinën, çokoladën, produktet e bulmetit, ushqimet e skuqura, ullinjt, turshit, cigaret. Gjithashtu edhe miellin e bardhë dhe sheqerin. Ushqimet të cilat ju ndihmojnë kundër fryrjes mund të jenë nga më të ndryshmet. Një regjim i përshtatshëm për këtë problem duhet të përfshijë sa më shumë domate, vaj ulliri, barishte si spinaqi të ngjashme me të, arorët si bajamet dhe arrat, salmoni, skumbria, peshku, gjithashtu dhe sardelet. Përfshirja e ushqimeve si lule shtrydhet, boronicat, qershit dhe portokalli janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese në dobi të shëndetit tuaj. Për më tepër, ekspertët e shëndetit sugjerojnë që të paktën të konsumoni 8 gota lëngje çdo ditë. Recetat bimore kundër fryrjes së këmbëve mund të japin rezultate të kënaqshme në shëndetin tuaj, duke ju ndihmuar kështu edhe në balancën më të mirë të shëndetit të nyjeve. Në këto raste, për të përmirësuar shëndetin e nyjeve dhe për të larguar kështu fryrjen e tepërt, në dietën tuaj duhet të shtoni edhe çajin bimor që përfshin edhe çajin e majdanozit, që ju ndihmon gjithashtu në nxjerrjen jashtë të trupit lëngjet të akumuluara. Ato mund të përgatiten duke zgjerrë 2 lugë gjedhe të thata me gjethe majdanozi
ose në formën e pluhurit në 2 gota me ujë. I lini gjethet e majdanozit në ujë gjatë gjithë natës. E kulloni dhe shtoni lëngun e limonit. Pijeni këtë vazhdimisht dhe kështu do të keni rezultate të kënaqshme për të përmirësuar nyjet tuaja dhe për të mbajtur larg komplikacione dhe fryrje të tyre. Fryrja e këmbëve është një fenomen që shfaqet mjaft shpesh në raportet e ankesave të ndryshme, pavarësisht nga shkaqjet e punës ose përditshmërisë së personave. Këmbët e fryra, përveç se janë të pakëndshme, estetikisht mund të jenë edhe të dhimbshme dhe të vështirësojnë gjithashtu ecjen tuaj. Ato shkaktohen nga kushtet të caktuara mjekësore dhe duhet patjetër sa më shpejt që të merrni edhe trajtimin e specializuar për të evituar kështu edhe fryrjen e këmbëve. Edema është një gjendje në të cilën trupi ruan shumë ujë. Kjo bën që pjesë të ndryshme të trupit, duke përfshirë edhe këmbët, të përjetojnë fryrje dhe të shkaktojnë edhe komplikacione. Ato mund të shkaktohen kryesisht nga qëndrimi i këmbë për një periudhë të gjatë kohore, nga udhëtimet e gjata me avion ose edhe gjatë ditëve ku menstruacionet janë të çrregullta. Ndërkushtet themelore mjekësore që shkaktojnë edemat rezultojnë të jenë sëmundjet e mëlçisë, sëmundjet e veshkave, pamjaftueshmëria e punës së zemrës, tromboza e thellë venoze, nivelet e larta të proteinave në gjak e të tjera. Gjithashtu një këmbë e fryrë mund të jetë shenjë dëmtimi të këmbës, të kyçit të këmbës ose të indeve përreth. Endja është një reakcion normal ndaj një lëndimi ose infeksioni. Shumë gra përjetojnë fryrje të këmbëve gjatë shtatzanisë. Zakonisht kjo prirret gjatë periudhës së këtyre problemeve dhe nuk është shkak për shqetësimet që vijnë si pasojë e rezultateve të peshës së shtuar dhe presionit që ushtron fetusin në organizmin e femrës. Megjithatë, një edem e rëndë ose një edem e papritur mund të jetë shenjë e gjendjeve të rrezikshme të quajtur preklampsia, e cila zhvillohet pas 20 javëve të para të shtatzanisë dhe është një situatë potencialisht e dëmshme që shkakton presion të lartë të gjakut. Preklampsia e patrajtuar mund të dëmtojë gjithashtu veshkat, mëlçinë dhe mund të shkaktojë edhe humbjen e jetës. Një shkaktar tjetër i enjtjes së këmbëve ose edhe pjesëve të tjera të trupit është bllokimi ose dëmtimi i sistemit limfatik dhe në këtë rast kemi të bëjmë me gjendje të quajtur limfodem. Tromboza e thellë venave është një shkak tjetër i zakonshëm i pamjaftueshmërisë venoze kronike ndër të tjera edhe problemet e enëve të gjakut. Mjaft të zakonshme janë edhe edemat e personat që vuajnë nga pamjaftueshmëria e punës së zemrës, e cila është një gjendje e rëndë shëndetësore që gjatë të cilës zemra nuk e pompon gjakun në mënyrë efikase. Gjatë kësaj situate, zemra rreh më shpejt dhe ritmet janë jo normale. Këta persona ndihen sikur nuk ngopen dot me frymë. Kjo patologji do të kërkojë gjithashtu edhe trajtime të vazhdueshme të cilat mund të mbajnë nën kontroll shqetësimin tuaj. Në shfaqjen e edemave luan një rol të rëndësishëm edhe funksioni i duhur i veshkave. Veshkat janë organe të cilat filtrojnë ose pastrojnë gjakun dhe ndihmojnë në rregullimin e presionit të gjakut. Diabeti dhe presioni i lartë i gjakut mund të ndikojnë në funksionet e veshkave duke rezultuar në prishje të ekuilibrave të elementeve kimik që janë të pranishëm në gjak, duke rezultuar kështu edhe në mbajtjen e ujit në shfaqjen e edemave. Trajtimi fillon nga eliminimi i shkakut dhe në rastin e sëmundjeve kronike, ato duhet të mbahen në kontroll të vazhdueshëm. Në kushte shtëpie mund të arrini edhe të lehtësoni këto komplikacione. Për shembull, përdorimi i kompresave me akull në këmbë mund të ndihmojë në ngushtimin e enëve të gjakut dhe kufizimin e rrjedhës së gjakut në ato zona duke kufizuar kështu edhe grumbullimin e lëngjeve. Por akulli ndihmon edhe në lehtësimin e dhimbjeve. Po ashtu, ngritja e këmbëve mbi nivelin e trupit lehtëson qarkullimin e gjakut drejt zemrës. Është e rëndësishme që problemin tuaj ta adresoni edhe tek mjeku specialist për më shumë trajtime të specializuara. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.